Pas suksesit të regjistruar në 2 veprimtaritë e para ndërkombëtare, fillimisht në mitingun e Bullgarisë dhe më pas në Europianin e Beogradit, për atletin e talentuar shkodran Franco Burre në program është një tjetër aktivitet i rëndësishëm ndërkombëtar. Bëhet fjalë për kampionatin botëror të sallave të mbyllura, i cili zhvillohet në Poloni nga data 20 deri me 22 mars 2026. Burre dhe trajneri i ri Bruno Rotani, një ndryshe e spikatur atletikës shkodrane dhe asaj shqiptare, kanë mbyllur përgatitjen e prag botërorit dhe kanë fluturuar drejt Polonisë. Sipas programit të botërorit, konkurrimi i atletit shkodran do të jetë me datën 21 mars në garën e tij të preferuar, atë të vrapimit me 400 metra, ku mban rekord kombëtar, por që në botërorin e Polonisë synon të përmirësojë një kohë më të mirë. Kemi bërë shumë stëvitje për këtë garë, na kanë ecë shumë mirë edhe garat, tani shpresojmë se jo një garë të rëndësishme si ajo botërore që dalin me sukses pse jo me një rekord. Faktikisht ne kishim përqendrime të mëdha në kampionatin ballkanik, nuk shkoi ashtu siç duhet, por ne gëzojmë një formë shumë të mirë. Shpresojmë që në kampionatin botëror të shkojmë paktën deri në gjysmëfinale, pse jo të vijmë me një rekord të ri kombëtar. Stëvitja na ka ecë shumë mirë, gëzojmë një formë shumë të mirë. Koha ka qenë shumë e mirë, shumë e përshtatshme për bazë të vitit, kështu që besoj që jemi në formën më të duhur për një rezultat shumë të mirë. Ne rekordin të sallave të mbyllura e marrim që në vitin 2020, ku e kemi thyer në Istanbul. Tash kemi shpresa shumë të mëdha pse jo ta thyejmë edhe një herë ta përmirësojmë rekordin kombëtar. Në vijim Franco bën të ditur programin e ngjeshur të aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombëtare, në të cilat pretendon të regjistrojë rezultate sa më të mira, jo vetëm me kombëtaren, por dhe me vllaznin, e cila për 17 vitesh është kampionate absolute atletikës shqiptare dhe po bën kaq herë dhe fituesin e Kupës së Shqipërisë. Absolutisht kemi gara shumë të rëndësishme këtë vit, por mas kampionatit botëror ne kemi një pauzë stërvitore, atë do të rikthehemi përsëri për gara të tjera. Garat janë në korrika të ngushtë që kemi kohë deri atëherë. Besoj që këtë do të jetë 18 vjet rradhës e kampionit Shqipëria, absolutisht. Ne jemi shumë përpara me pikë dhe e kemi pothuajse të siguruar besoj këtë titull.